Përshëndetje të nderuar shikuesi, më takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Ministri Mbrojtjes Piro Vengu pas ditën e sejntes ishte në Gjirokastër ku mblodhi Komitetin e Emergjencave Civile për qarkun jugor. Në këtë takim me përfaqësues të bashkive dhe drejtorive rajonale që janë pjesë e shtabit të emergjencave civile, kërkoi jo vetëm mbajtje në kontroll të situatës, por edhe garantimin e shërbimeve të domosdoshme për banorët e fshatrave të Dropullit dhe Pogonit, të cilët janë izoluar deri në zgjidhjen e situatës. Një takim të tillë ai mbajti edhe në Sarandë. Bashkia Gjirokastër ka siguruar ngrohjen për të gjitha kopshtet dhe shkollat që kanë në jurisdiksionin e saj. Drejtoria e Arsimit ka shpërndar në kohë lëndën djegëse dhe ka pajisur institucionet me mjete ngrohëse, duke mundësuar një proces normal mësimor edhe gjatë sezonit të ftohtë. Paketa fiskale për vitin 2026 në Bashkinë e Dropullit nuk ka ndryshime thelbësore në krahasim me atë të vitit 2025. Gjithsesi, gjatë 10 mujorit të parë të vitit në vijim janë vjelur 80% e taksave vendore. Sot mbushen plot 117 vite nga mbajtja e Kongresit të Manastirit, ku mor vendimi për unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këtë kuadër në Gjirokastër u zhvillua një aktivitet i përbashkët mes bibliotekës së qytetit dhe fëmijëve të qendrës kulturore Fato Berberi. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri Mbrojtjes Piro Vengu pas ditën e sejntes ishte në Gjirokastër, ku mblodhi Komitetin e Emergjencave Civile për qarkun jugor. Në këtë takim me përfaqësues të 7 bashkive dhe drejtorive rajonale që janë në pjesë e shtabit të emergjencave civile, kërkoi jo vetëm mbajtje në kontroll të situatës, por edhe garantimin e shërbimeve të domosdoshme për banorët e fshatrave të Dropullit dhe Pogonit, të cilët janë izoluar deri në zgjidhjen e situatës. Rreziku nga rreshjet vazhdon të jetë prezent në rajonin jugor, kështu shprehur nga Gjirokastra ministri i Mbrojtjes Piro Vengu pas përfundimit të Komitetit të Emergjencave Civile. Vengu shpreh se të situatë emergjente, pushteti vendor dhe qendror janë bërë bashkë në koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për të përballuar situatën me problematika të ndryshme. Në situatë emergjente bashkiet nuk janë asnjëherë vetëm, është një përpjekje përbashkët e pushtetit qendror dhe vendor, nën koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, dhe praktikisht ne kemi bërë dhe një dislokim forcash, përfshirë dhe forcat e armatosura, të cilat vinë me mjete, qoftë mjete fadroma ekskavator, qoftë mjete lundruese për evakuime, qoftë edhe personel shtesë. Dhe mund t'ju them që reparti Gërhotit po funksionon praktikisht një bazë mbështetëse të emergjencave civile për bashkitë e qarkut, jo vetëm qarkut Gjirokastrës, po edhe pjesën e Delvinës dhe Sarandës. Ne po verifikojmë me xhenierët tanë edhe me një ekip që po më shoqëron praktikisht në çdo pikë të vështirë, po verifikojmë edhe një herë elemente digave, elemente urave, sepse praktikisht edhe në ura të caktuara, siç e dini, në nivel qarku kemi pasur situata ku disa këmbë urash mund të jenë shëmbur, krijojnë problematika për akses, detyrohemi të mbyllim aksesin për banorët, po nga ana tjetër nuk mund të mos gjejmë rrugë alternative, dhe praktikisht një prej arsyeve pse e bëm dhe këtë mbledhje është që së bashku me drejtoritë rajonale, qofshin këto të autoritetit rrugor shqiptar, qofshin edhe ekipet e bashkisë, të mund të gjenim rrugë alternative, akses alternativ derisa të kemi rehabilitim të plotë të infrastrukturave të dëmtuara. Lidhur me problematikat e shfaqura në urën e Glinës dhe rrugën e Suhës, u shpreh se po punohet për krijimin e rrugëve alternative, ndërsa siguroi se banorëve të fshatrave që janë bllokuar nuk do t'i mungojë asnjë shërbim. Kemi një situatë qoftë në urën e Glinës, qoftë në urën e Suhës, praktikisht midis Libovës dhe Dropullit. Ekipet xhenieri kanë verifikuar qëndrueshmërinë, na duhet patjetër për pjesën e Glinës është gjetur aksesi alternativ nga mbrapa, nga Nepravishta. Për pjesën e Suhës duhet që patjetër të bëjmë një investim rehabilitues, është një dëmtim domethënës. Ajo që mund t'ju siguroj është të paktën nga ana shëndetësore, nga ana e ndihmesës për sa i përket banorëve të zonës me ushqime apo bazë materiale. Kemi marrë masat në komitet sot që të mund të jepet gjithë mbështetja e nevojshme, qoftë edhe financiare, sepse siç e dini bashkitë kanë dispozicion edhe fond të kushtëzuar nga qeveria për efekt të menaxhimit të emergjencave. Pra besoj se kemi resurset njerëzore, resurset financiare, mjetet dhe personelin e duhur, të gjithë janë në terren dhe besoj se do ta tejkalojmë shumë shpejt këtë situatë. Komiteti i Emergjencave u mbajt të njëjtën pasdite në prefekturën e Gjirokastrës, me praninë e përfaqësuesve nga 7 bashkitë e qarkut dhe drejtorive rajonale që janë pjesë e shtabit të emergjencave.
Menjëherë, Ministri Vengu kalon Gjirokastër dhe ishte drejtuar Sarandës ku ka zhvilluar mbledhjen e radhës. I para i shpesh në pikat më të vështira të terrenit krijuar nga rreshjet e rrëmbyeshme të javës së fundit, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka kryesuar mbrëmjen e djeshme takimin e Komitetit të Emergjencave për bashkitë më jugore të vendit në Sarandë, në prani edhe të deputetit Ardit Bido. Në komunikimin e tij me mediat pas takimit, Ministri Vengu bëri një panoramë mbi situatën e krijuar në atë që ai e ka quajtur frontin e tretë meteorologjik që ka prekur jugun e vendit. Në orët e para të mëngjesit patëm një qarje në argjinaturën e Bistricës, në Çuk edhe praktikisht patëm disa përmbytje masive, qoftë të tokave bujqësore, qoftë edhe të disa stallave, duke krijuar një sër problematikash për edhe baktit edhe zonën bujqësore përkatëse. Situata e përmbytjes më shumë se 500 hektarëve tokë dëmtime urashe të tjerë ka dashur që të organizohen dhe operacione evakuim shpëtimi me pjesëmarrje të AKMC-s dhe të forcave të armatosura, tha Ministri Vengu, duke vlerësuar pozitivisht faktin që nuk ka dëmtime në njerëz apo në kërkim. Ka pasur një vërshim masiv të ujrave që ka prodhuar efekte në mbi 500 hektar në zonën e Sarandës, apo dhe të Finiqit dhe të Delvinës. Praktikisht të gjitha përpjekjet tona janë edhe për të rikthimin e implantit të kanalizimeve të ujrave të zeza, trajtimit të ujrave të zeza në mënyrë që ta rikthejmë sa më parë në funksion të plot nesër në mëngjes, për një sër implantesh, qoftë të ujësjellsave, qoftë edhe të ujrave të zeza, është faktikisht ulja e energjisë elektrike për efekt të vërshimit të ujrave që ka detyruar implantet të pezullojnë veprimtarinë. Implantet konsiderohen funksionale dhe nga momenti që do rikthehet energjia dhe janë ulur dhe ujrat, do mund të funksionalizohen dhe të kemi një situatë praktikisht kur rikthehet normalitet, qoftë kanalizimet, qoftë edhe uji i pishëm. Vëmendjet posaçme nënvizoi Ministri Vengu ka për evakuimin edhe akomodimin alternativ për 25 familje në Sarandë, si dhe për asistimin e banorëve të Dhivrit dhe të fshatrave të mbi Delvinës. Kemi vepruar në mënyrë që kemi koordinuar përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile edhe forcat e armatosura, ju e dini që kanë qenë në terren sot, qoftë për të evakuuar persona, qoftë për të ndihmuar personelin bujqësor të stallave në lartësitë e zonës, qoftë për të evakuuar gjithashtu bakti. Ka pasur një sër ndërhyrjesh dhe operacione kërkim shpëtimi. Fatmirësisht nuk kemi jetë njerëzish që janë dëmtuar apo nuk kemi persona në kërkim në zonë dhe kjo është realisht pozitive. I pyetur se kur do të mund të rikthehet furnizimi me ujë të pishëm në qytetin e Sarandës, Ministri Vengu tha se ka marrë gjithë sigurim nga stafi teknik se varësisht nga rënja e nivelit të ujrave ditën e sotme pritet që ky shërbim të ofrohet në kushte optimale. Informacionet e marra nga Prefektura Gjirokastër bëjnë të ditur se gjatë natës dhe ditës së sotme nuk raportohen ngjarje emergjente në komunitet dhe infrastrukturë. Në territorin e Bashkisë Përmet ka patur rreshje me intensitet të ulët, niveli i ujit në lumin Vjosa është 3.4 metër, ndërsa prurjet 292.7 metër kub për sekond. Situata në Bashkinë Gjirokastër nga shirat ka qenë e qetë, në fshatin Zhulat ka një shkarje të vogël dhe ombi rrugë, një mjet i bashkisë ka ndërhyrë për ta pastruar. Niveli i lumit është kthyer në shtratin e tij natyral, po vazhdon monitorimi në përrejnë malor dhe në pikat e dobta të rrugëve rurale. E qetë ka qenë situata edhe në Bashkinë Këlcyr, rreshjet janë me intensitet të ulët, furnizimi me drita dhe ujë pa ndërprer. Rrugët rurale janë të kalueshme. Në Bashkinë Libohov mbetet i bllokuar aksi rrugor Suh-Poliçan. Bashkia Dropull në bashkëpunim me Bashkinë Libohov janë duke punuar në vendin e quajtur shkëmbi dallëndyshes për riparimin e shkarjes së trupit të rrugës. Nga Bashkia Libohov nuk raportohen problematika të tjera. Në Bashkinë Memaliaj, problematik mbetet furnizimi i dy njësive administrative, Luftinj dhe Buz me energji elektrike. Niveli i lumit Vjos është 4.5 metër. Në Bashkinë Dropull, problematik mbetet ura e fshatit Glin, që aktualisht është e bllokuar për efekt sigurie. Ndërsa në Tepelen u raportua se në fshatin Dhemblan është dëmtuar një urë që u shërben banorëve të fshatit për të shkuar në tokat bujqësore. Nga Bashkia po merren masa për vënien provizorisht në funksion të kësaj ure.
Vijojmë me të tjera informacione. Bashkia Gjirokastër ka siguruar ngrohjen për të gjitha kopshtet dhe shkollat që ka në jurisdiksionin e saj. Drejtoria e Arsimit ka shpërndarë në kohë lëndën djegëse dhe ka pajisur institucionet me mjetet ngrohëse, duke mundësuar kështu një proces normal mësimor edhe gjatë këtij sezoni të ftohtë. Shkollat, kopshtet e qerdet që funksionojnë në Bashkinë Gjirokastër i kanë të gjitha kushtet e duhura për zhvillimin e procesit mësimor gjatë stimës së dimrit. Ato janë furnizuar me lëndë djegëse dhe pajisjet e posaçme, duke siguruar kështu ambiente të ngrohta për fëmijët dhe të rinj që i frekuentojnë. Kemi marrë masa për ngrohjen e shkollave, të kopshtet të qerdet. Kemi në gjendje të gjitha kaldajat, bile jo vetëm ato me naft, por edhe me sistem tjetër të ngrohjes me pelet. Këto ditë, me një aprovim të Këshillit Bashkiak, me një buxhet të veçantë, janë aprovuar dhe disa kondicioner për të eliminuar drurët e zjarrit në kopshte dhe në qerde, të cilën dua të falenderoj Këshillin Bashkiak që me këtë buxhet që rihapi për vendosjen e këtyre kondicionerëve. Ndërkohë, falë ndërhyrjeve mirëmbajtëse, por edhe investimeve të reja të kryera para fillimit të vitit të ri mësimor në asnjë prej godinave arsimore nuk janë shfaqur problematika nga rreshjet e këtyre ditëve. Kemi marrë masa para disa muash të tjerë që në ditët e sotme asnjë nga shkollat mos ketë probleme për sa i përket rreshjeve të shiut. Janë rregulluar pothuajse të gjitha terrasat, aty ku kishin nevojë kemi ndërhyr, sidomos në kopshtin nr. 7, te Sorosi, te shkolla Naim Frashi, te kopshti Cicerimat, ku janë izoluar aty ku ka pas nevojë, kemi bërë dhe investim të përgjithshëm të terrasave me kartocer. Dhe sot vërtet jemi në gjendje që vërtet krenohemi sepse asnjë nga shkollat dhe kopshtet e qerdet nuk ka vështirësi të tilla për sa i përket lagështirës. Në Bashkinë Gjirokastër funksionojnë 20 institucione arsimore, të cilat në ditët e ftohta të dimrit do të ofrojnë ngrohjen me 4 orë në ditë. Megjithse drejtuesit vendor në Dropull kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për funksionimin e sistemit të ngrohjes në shkolla, mungesa e energjisë elektrike krijon probleme serioze. Në njësinë vendore të Dropullit funksionojnë 2 shkolla të bashkuara. Rreth 270 fëmijë dhe nxënës frekuentojnë institucionet e sistemit arsimor parauniversitar në Bashkinë e Dropullit. Godinat e 2 shkollave të bashkuara, Dervician dhe Bulerat, si dhe ato që janë në varësi të tyre, tashmë kanë funksional sistemin e ngrohjes. Megjithse godina e shkollës së bashkuar Derviciani është nështruar fillimit të procesit të rikonstruksionit të plot prej fillimit të kësaj jave, pushteti vendor ka marrë masa për të siguruar ngrohjen e godinat e reja. Të dyja ambientet janë të përshtatshme për të zhvilluar procesin mësimor. Në këtë ambient, siç e shikoni, çdo klasë u sistemua me kondicioner, pra nxënësi nuk ka asnjë problem me ngrohjen, ndërsa në ambientet e klasave të kishës ka kalda me naftë dhe atje ka rreth 10 ditë që është bërë furnizimi dhe nxënësit edhe ata janë me ngrohje. Edhe në shkollën e bashkuar Bulerat, sistemi i ngrohjes funksionon rregullisht. Në momentin që flasim, janë marrë të gjitha masat për ngrohjen e shkollës. Kemi pelet për muajt e parë të ngrohjes, domethënë edhe për nëntorin edhe për dhjetorin, dhe në vijim do të na vijë edhe sasia tjetër e materialit për ngrohje. Gjithsesi, ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike në 2 njësitë administrative, Dropulli Sipër dhe Dropulli Poshtëm, e bëjnë të pamundur funksionimin e sistemit të ngrohjes në shkollat Dervicianit dhe Buleratit. Paketa fiskale për vitin 2026 në Bashkinë e Dropullit nuk ka ndryshime thelbësore në krahasim me atë të vitit 2025. Gjithsesi, gjatë 10 mujorit të parë të vitit në vijim janë vjelur 80% e taksave vendore. Banorët e Dropullit të Pogonit njihen si qytetar taksapagues të rregullt, kundrejt detyrimeve ndaj shtetit dhe pushtetit vendor. Ata kanë paguar detyrime ndaj shtetit edhe në muajt e vështirë të vitit 1997, akoma më shumë, në ditët e sotme, pasi kanë prej 10 vitesh në njësi vendore në nivel bashkie. Banorët e Dropullit të Pogonit taksat vendore i paguajnë kryesisht në zyrat postare, të cilat ndodhen në 3 njësitë administrative: Dropulli Sipër, Dropulli Poshtëm dhe Pogon. Gjatë këtij viti, në Bashkinë e Dropullit është shtuar numri i bizneseve të regjistruar.
Në bashkinë Dropull ushtrojnë aktivitet rreth 196 biznese, të cilat janë biznese të vogla dhe biznese të mëdha. Vetëm për vitin 2025 deri në muajin tetor janë regjistruar 6 subjekte të reja. Realizimi të ardhurave si 10 mujor në bashkinë tonë kap vlerën rreth 80%. Para pak javësh, Këshilli i Bashkisë Dropull ka miratuar paketën fiskale për vitin 2026 pas 3 dëgjesave publike në poaqësi administrative. Në këtë paket fiskale nuk parashikohen ndryshime, taksat e tarifat do të jenë në nivelin e vitit 2025 me përjashtim të tarifave për përdorimin e kullotave dhe livadheve. Këto vijnë për shkak të ndryshimit të VKM-s në qershor të vitit 2025, VKM 467 datë 31/7/2025. Tashmë janë ndërgjegjësor edhe emigrantët, pasi paguajnë në kohë detyrimet ndaj pushtetit vendor. Bashkia Dropull siguron çdo vit 73 milion lekë të ardhura nga taksat vendore. Sot mbushen plot 117 vite nga mbajtja e Kongresit të Manastirit, ku mor vendimi për unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këtë kuadër, në Gjirokastër u zhvillua një aktiviteti përbashkët mes bibliotekës së qytetit dhe fëmijëve të qendrës kulturore Fato Berberi. Shkronjat tona janë të arta. Në këtë titull u zhvillua aktiviteti në kuadër të ditës së alfabetit në Gjirokastër. Ishin fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi që i recituan dhe i kënduan gjuhës shqipe, duke krijuar një atmosferë festive në bibliotekën e qytetit të Gurt. Sot është dita e alfabetit shqip, ku u mblodh Kongresi i Manastirit për të gjetur se çfarë shkronjash do të bëni për të dalluar nga shtetet e tjera. Dhe këtë ditë ne festojmë me një koncert në bibliotekën e qytetit. Sot është dita e alfabetit shqip dhe ne po organizojmë një aktivitet. Do të recitojmë dhe do të këndojmë. Dhe do kënaqemi shumë. Dhe alfabeti ka 36 shkronja. Dita e sotme është shpallur një ditë kombëtare dhe me të drejtë. Është njohur në histori si Dita e Kongresit të Manastirit, Dita e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këtë datë të shënuar, ju dha fund kaosit të alfabeteve të ndryshëm për të vendosur shkronjat shqipe dhe për t'i dhënë identitetin popullit shqiptar. Me këtë rast, fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve kanë përgatitur një material të shkurtër, historik dhe letrar. Gjithashtu do të këndojnë dhe do të festojnë për këtë ditë të rëndësishme për kulturën, për arsimin mbar shqiptar. Në 117 vjetorin e mbajtjes së Kongresit të Manastirit, Biblioteka Apostol Meksi ka ekspozuar edhe botime kushtuar gjuhës shqipe, por edhe figurave të njohura që kanë kontribuar për arsimin në Shqipëri. Së bashku me fëmijët e qendrës, ne kemi hapur një ekspozit, të cilët e njohim më mirë fëmijët si dhe publikun, me çfarë fondi ka biblioteka për Kongresin e Manastirit, për rilintasit, për gjithë patriotët që kanë ndihmesën e tyre. Ne kemi nxjerrë një fond të rrallë, të cilët kemi një abetare më të vjetër që kemi në fondin tonë është abetarja Thoma Papanos, e botuar në vitin 1919, si dhe libra të tjerë që tregojnë rrugëtimin që ka bërë gjuha shqipe në vite me radhë që ka ardhur deri në ditët tona. Alfabeti njësuar luajti një rol kyç në përhapjen e gjuhës shqipe dhe zhvillimin e literaturës kombëtare, duke ndihmuar në krijimin e një platforme për zhvillimin e identitetit shqiptar. Ky unifikim shërbeu si bazë për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Dita e alfabetit të gjuhës shqipe festohet çdo vit më 22 nëntor për të kujtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve, Kongresin e Manastirit, mbajtur nga 14 deri në 22 nëntor 1908. Rreth 5 zonja të nderuara në Dropull vazhdojnë të qepin veshje tradicionale. Specialistë dhe veprimtarë të folklorit shprehin mendimin e një takimi të përbashkët për të shkëmbyer mendime, si dhe propozojnë akordimin e titujve të nderit për artistët e traditës.
Meqenëse është paksuar ndjeshëm numri i tyre në Dropull, vazhdon rituali i qepjes së veshjeve tradicionale popullore. Disa zonja nga Dropulli i poshtëm dhe Dropulli i sipëm, kryesisht nga fshatat Dervician, Klisar, Grapsh, si dhe në emigracion, vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e qepjes së veshjeve tradicionale popullore. Aktivistët specialistë të folklorit kanë hedhur idenë e një takimi, të një bashkëbisedimi me artistët e veshjeve tradicionale popullore, madje ata propozojnë edhe akordimin e titujve të ndërit për këto zonja të nderuara. Të gjithë ata që ushtrojnë profesion edhe miren me traditat e Dropullit, të bëhet një takim i përbashkët, e të shkëmbejmë eksperjenca, edhe të bisedojmë, dhe bëhet një takim i lirë, do më thënë, se cili të thotë mendimet e tia, dhe të vazhdoj çdo vit ose një herë në një kohë të caktuar, të mblidhemi dhe kush mund të thotë, të propozojë, të kemi një mendim të përbashkët. Këta janë për mendimin tim artista, domethënë me duart e tyre të arta, kanë në këtë trashëgimi që ne ruajmë sot, edhe ruajmë si të ballë, sepse ajo është dokument, si ta themi, pasqyra jonë në botë. Kështu që edhe veshja nuserisë ne të Dropullit na njohin e tërë botën, e tërë planetin. Duhet të bëhet një simpozium ose një diskutim me këta ekspert, edhe të caktojnë, domethënë, ku të bazohet për shembull qendizma kryesore. Kush mund të jetë për shembull në përparse në Dropull të sipër ose në Dropull të poshtëm, ose në qendizmat e kokës, sepse edhe qendizmat kanë shumë artë. Ndërsa gjithmonë sipas specialistëve, scenografi i njohur, studiuesi kostumografisë Dropullit, zoti Stavriçati, jo vetëm që ka botuar studimin e tij mbi këtë çështje, por mund të ketë rolin e drejtuesit në takimin e propozuar. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.